Po, ne si kompani e kemi vrejt, qysh muajin e kalum, e kemi vrejt që kemi pas një rritje të faturës kekut, thuaj aty 100%. Nëse ne kemi pagu dikon 1.500 euro rrymë mujore, tani paguajmë një faturë në ka orë 3.200 euro. Do të thonë 100% kemi pas në ngritje të çmimit edhe ka ndikuar shumë negativisht tek ne si kompani. Ne detyrohem që edhe ta ulim numrin e punëtorëve, detyrohem që të shtrajtojmë çmimet e produkteve tona dhe gjithashtu rrezikojmë edhe që të kemi pengesa, do të thotë në të ardhmen për zhvillimin e biznesit tonë si biznes. Ne gjithashtu duhet të investojmë tani veç në rrymën solare, për ndryshe nuk kemi asnjë lloj llogarie që të punojmë me këtë shtrajtim të rrymës që e kemi për momentin. Po, gjithsesi, duhet të ngrisim çmimet. Për ndryshe nuk kemi arsye të punojmë. Po, cila është thirrja juaj për institucionin përkatëse këtë rast? Thirrja jonë është që institucionet përkatëse sa më shpejt të vizitojnë ndërmarrësit, të vizitojnë bizneset që punojnë dhe shfrytëzojnë rrymën më shumë, për arsye që për shumë biznese është e papërballueshme ngritja e çmimeve të rrymës. Po, fabrika tani më është në vitin e tretë që bën prodhimin e koncentratit dhe për një kohë të shkurtë e kemi pasur se sa e nevojshme është prodhimi i koncentratit, do të thotë si prodhim vendor në vendin tonë, për shkak të përvojës që kanë fermerët nga e kaluara, koncentratet që janë importuar prej vendeve tjera, kualiteti ka qenë ndoshta edhe më i dobët dhe kështu që produktiviteti në prodhim ka qenë më i ulët. Kështu që me këtë koncentrat ne kemi arritë që për një kohë të shkurtë krijojmë klienta shumë dhe klientat janë mjaft të kënaqur me prodhimin e qumshtit dhe prodhimin e produkteve të shpendve siç është qumshti dhe vezët. Po sigurisht çdo rritje e çmimit të energjisë elektrike ndikon negativisht tek fabrika, do të thotë si në këtë rast sikur edhe tek ne edhe, ndikon në rritjen e çmimit të produktit. Edhe kështu që në këtë formë kemi një disbalans mes kërkesave tash bëhet barë edhe për blerësit tanë, edhe kështu që kjo është një formë zinxhirore që e pengon domethënë produktin për me prodhu ose edhe për biznese tjera, faktikisht mas tepër i prek bizneset, edhe kështu mendoj që është dashur me bë lehtësime për bizneset e jo me kriju vështirësi, sepse në bazë këtyre bizneseve po punësohen, po gjenerohen vende të punës, edhe kështu që kjo qasja që po veprojnë këta, mendoj që nuk është në rregull, se me sa kam dëgjuar 1 megawatt energji elektrike ketë se e blen prej kekut me 29 euro dhe e shet me 129 euro. Kjo tregon çfarë fitimi të madh, po kjo në të njëjtën kohë rrezikon edhe falimentimin e kekut, se pja blen rrymën shumë lirë, edhe kënej po e shet shtrajt. Domethënë, domi është i dy anshëm. Domethënë, pe dëmton kecin, pe dëmton bizneset, pe dëmton qytetarët, edhe kështu që mendoj që çështja e kecit duhet më shqyrtu nga ana e shtetit se është të vepruar në mënyrë të parregullt. Po, tash na jemi të shku mirë me treg edhe rruga na i vështirëson, po kërkesat janë shumë mëdha për produktin tonë. Prap na mbijetojmë atë, po probleme ju paraqet bizneseve më të vogla, atë që e kanë vështirë të përballojnë atë kostot e energjisë elektrike, atë që ju vjen dhe të njëjtën kohë ata nuk kanë zgjidhje tjetër përveç se me rrit çmimin e produktit, dhe të njëjtën kohë edhe kështu e rëndon kërkesën e blerësve. Po mendoj që po, se duhet të krijohen lehtësime, siç tha më herët, të shoqërohen mundësitë cilat janë, jo të krijohen vështirësi si në aspektin e energjisë dhe probleme tjera të cilat ballafaqohen bizneset.